10 minuta për t'i bërë flokët me onde. Do vendosim heat protection, tani më shumë se kur. I krefim dhe një herë, i ndajmë në mes, një flok i bardhë. Nga kjo ana këtu, që kur kam hequr extensions, më duke si kur kam qerekun e flokëve që kisha. Dhe ndoshta kështu është, po. Rëndësika që t'jeti shëndetshëm, s'ka gjë. Shoku jon më i ngushtë dhe vazhdojmë. E fillojmë me këtë anën këtu, edhe e mbajmë kështu. Kjo është pjesa më e rëndësishme sepse do na japi konturimin e fytyrës. Bëjmë onde të buta. Kaq. Super. E rrotullojnë që kështu dhe e lëshoj. Opala, u bë. Super. Do marrë goxha flok. Dua që të duket sikur kam një bouncy blow dry. U kry. E njëjta gjë. Pak flok për të bërë vetëm pjesën e ballukeve, le të themi këtu përpara. Opa, ose që shtypëm, duket që fika. E fika fare. Hajde, njëna, hajde. Shumë mirë, 1, 2, 3, edhe këto do t'i ndaj në 2, 4, 5. Kjo është pjesa e fundit që unë po bëj styling në kokën time. Janë 4 minuta e 21, thëmë për 5 minuta unë barova. Shikoni sa cute, magjin e fundit. Ulim kokën kështu, ta ngrem lartë, që t'japim pak volum. Kam bler këta në Amazon për t'ju dhënë flokëve shkëlqim dhe goca më besoni, është fantastik. Nuk është llak. Nuk ka lidhje fare me llakun, nuk s'ka efektin e llakut, është thjesht për t'ju dhënë shkëlqim flokëve dhe fiksimi më i madh në botë, parfum për flok. Bëj spray kështu. Krefjen e kemi të plotësuar, nuk do shkojmë për dasëm, kështu që është super për mua të paktën, për mua është tën. Kaloni një ditë të mbarë.